Marcel Cani vendosi 2 vite më parë të lindte emigracionin dhe të kthehej në vendlindje në fshatin Jagodin të Elbasanit për t'u përkushtuar bujqësisë, me shpresën për të ndërtuar jetën pranë familjes dhe për të investuar në tokën e tij. Ai ngriti sera duke besuar se puna në bujqësi do t'i siguronte të ardhura të qëndrueshme, por sot Marceli shpreh i zhgënjur. Rënja e ndjeshme e çmimit të frutave dhe perimeve në treg sipas tij po i vë fermerët në vështirësi serioze ekonomike. Aktualisht çmimi i kastravecit, kulturë për të cilën fermeri ka mbjellë serat, ka pësuar një rënje të ndjeshme. Kam 2 muaj që kam mjell. Përkatje plera ka vetë 3 milion lekë pa fillu nga zero, pa fillu me marrë si lekë dhe. Kam shit 2 herë, djavola i 2 kujtal, 500 lekë, 600 lekë, e ti marrësh me të mira se s'ta marrin prapë. Unë të vend tregat ose blejnë e dege ne, të thotë, s'unë zve për ditë, s'unë kam me punë tjera. Ai do të që ve për ditë tregtarin. S'pa kuptoj, unë i thes plejnë, është 55.000 lekë, 15 kile. Po se odhë shim, ky nuk prodha, nuk t'jep. Po nuk e s'përkati i bi miza, krymi, është e i pike verë, quhet pajag. Unë 2 vjetë po bëj që merë me bujqësisë, s'kam që marë. Kam punu ndërtim. Po ta mjell lager para 2 muaj se të mjell këtë, kishte lager doli me 2 koga, edhe me panë ato ekspertët, shfaj klimës. Sera aty më tanë 10 metra më larg, zori kjo nxit 100 kujtal lager. Unë kam nxit 15 kujtal lager, unë 500.000 lekë blejnë në fidan. Unë më pëlqen kjo punë e bëj me pasion, se bëj, nuk ka fut njëri me zërë. Unë ndërtim nuk kam zanat që të bëj, kam babin, se kam marrë zanat e babit. Thjesht e kam pasion, kam qef punoj me këtë lloj pune. Po kur nuk shitet mallet, edhe kanal duket kanali aty, vëjmë se të vjen natë. Fermeri nga Jagodina thotë se sot më shumë përfitojnë tregtarët se sa vetë prodhuesit, ndërsa apelon për më shumë mbështetje dhe politika konkrete për fermerët shqiptar. Mesazh, keti çmim standard, fillim, mbarim, keti siguri ku ta çoj mallin, të nxjerr mallin që është, ja ku është. Trangull e kam, po, ky është trangull bio, nuk ka vetëm ple organik. Ky tregtohet në Tiranë, Durrës, Elbasani, zona e Elbasanit nuk e njohin, nuk e din. Marrin atë Durrës e Tiranës që vinë tregtarët. Zona e Jagodinës konsiderohet një ndër zonat më prodhuese të kulturave bujqësore në qarkun e Elbasanit.